Lavdi dhe falënderimesh për Allahun fuqiplot, të cilin besojmë se Zoti i vetëm që meriton adhurim. Salavatet dhe selamet të dërgojmë pejgamberit fundit Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes, shokëve dhe gjithë besimtarëve të cilët e ndjekin rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allahu xhaleshahu na këshillon Kur'an me fjalën e tij: O ju besimtar, keni frikë dhe respekt për Zotin ashtu si meritoni dhe asesi mos vdesni ndryshe vetëse me iman. Të nderuar vëllezër, dietarët kur kanë përmend sebepet e devijimit të njerëzit, kanë cek disa në radhitje. Për atyre me kryesorëve që i kanë cek është kur Zoti ta çon një mirësi, duhet me ditë me falendëru Allahun. E mirësia më e madhe që Zoti jep dikujt është imani, është besimi. Pastaj e dyta mas kësaj është mos me ty vetja në qef, me mendu se ti e kalove urën e siratit, ti u bone mashallah xhenetli, edhe me fillu me i kritiku të tjerët, ose me i nënçmu të tjerët, pse ata nuk janë nivelin tanë, audhu billah. Pra me ty vetja në qef, duke i nënçmu të tjerët, edhe duke ngrit veten në amën të fesë. E para, kjo mos falëndërimi Allahut azza wa jall është në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam një prej sureve, suratul munafiqun, surja munafikëve, e dy fytyrshave, ka përmend Allahu xhaleshanu kur ata kanë shkuar te Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe i kanë thonë ja o Muhammed sallallahu alaihi wasallam, na pranum Islamin, ata kështu kanë thonë, e thot tash ti duhesh më na falëndëru neve, vetëm me thonë faleminderit që bëhet ju musliman, ja u di për ner, unë ja u di shumë për ner juve që bëhet musliman, edhe Zoti ja u di për ner juve, ata më rrit mendja. Çka ka thonë Allahu? Ja. Pse e bën musliman, pse je tu fal, pse je ti ra Allahut në sejdë, Zoti as na, s'duhet më thon ty faleminderit. Ti duhesh më thon Zotit faleminderit që të ka udhëzu. Sa njeri ka shkollime, diploma, pare, është më lart pa më se on, më i mençëm se on, ka pozita më të mëdha se on, Zoti se ka udhëzu. Ka dash Zoti mua edhe ty. E çka duhet më bën? Na duhet më falëndëru Zotin. Jo më bëm mendje mëdhej edhe me menu se kush e bëm na. Këtë gjë ka bë iblisi kur Allahu xhaleshanuhu e ka ngrit në një pozitë bashkë me melaçet, edhe pse ka qenë e gjin. Por nuk u kanë melaçe, por Allahu xhaleshanuhu për arsye se i ka bën me mija vite ibadet. Zoti azza wa jall Allahu e ka ngrit në një pozitë ku ulemat e kanë përmend se një për emrave që kanë gjit melaçet iblisit, domethënë për emrave motivues, kanë thonë Sejjad, ai që bën shumë sejdë, e fjala sejdë. Sejjad do të thojmë asaj. Ai që bën shumë sejdë, çat shumë ka bën, sa domethënë ka fillu me hi vetë janë qef, mos me falëndëru Zotin për këtë mirësi, po me mendu se kjo është aftësi e tija. Vllazni, kjo është shumë e rrezikshme. Shumë e rrezikshme. Sabah akşam do të më falëndëru Zotin, o Zot, elhamdulillah që më udhëzove. O Zot, më forcon këtë fe. Edhe mos mu garantu kur mos mu garantu me thonë unë s'devijaj, unë po devijaj. Kur jo? A dini se Nemrudi, më falni, Karuni, ka qenë kushenit do kanë thonë djali Axhës Musës alayhi salam, ka qenë çaq ibadetxhi i madh, sa ka shku me Musën alayhi salam. Edhe ka puna ju e dini se si ka deviju, Karunin Allah ka përmend në Kur'an, sa u që është bërë armiku më i madh i Musës alayhi salam. Pse? Shejtani ka shkuar ka mashtru, edhe ka hi përmes derës pasonisë. Se gjithë secili prej neve e kemi një derë ose një dritare në personalitetin tonë që e kemi pak malikisht. Një dritare që ju kanë prish mekanizmat, që mund me qelë shejtani sa doje. E di shejtani se ata jetojnë me qindra vite. Edhe ata kur dojnë me deviju një njeri e marrin e studiojnë. Ka i ka pikat e dopta, cilat janë vrejtjet, ka ai mundet mu dorëzu makollaj. Edhe domethënë këtij Karunit ja kanë gjetë derën e pasonisë, lakmitari i madh në pasoni. Saqë ka shku iblisi ka bëj ibadet me vite të tëra në atë dhomën që kanë quajtur domethënë Saumaa, vani ku ata e kanë veç me lloçe me gure, veç kanë bëj ibadet. Ka shkuar shejtanin në formë iblisi në formë të njerëzit, ka bëj ibadet me ta. Edhe ka fillu ka dal me thonë, a di çka, a bëjnë një ditë, dalim, s'bëjmë ibadet, dalim punojmë. Jo, që shmelonu në ibadetin, dhikrin, namazin. Ka dali, ka thonë. S'po thamë, që ato pare që fitojmë japim sadak.
Mirë, sadak. Derisa çdo sen që e ka pas ky njeri e ka pas dukat, çdo sen. Edhe Allahu azza jall në fund fa khasafna bihi al-ard. E ka glabru, e ka përbit toka nga mendjemallësia pasunisë. E populli ju e dini, ka ndalën parada, ka dalë poesme, do çanena, do knena ai poes për midisi, do po thojnë xheneti dhe mirësitë e Allahut janë më të mira se sa kjo pasunie, kjo mendjemallësi, do po thojnë lumi ky. Ti shmikon edhe na si ky. A dini ju një jetë sa mirë unë ose ti, Allah na rujt, ja kena marrë lakmi dikuj. Ka puna që mos më marr lakmi për dunjan e ti. Kuj më marr lakmi veç atij që e bjerë Allahut sejdë. Pra para mos më ditë shqyrin Zotit për të mirat që ti ka dhënë. Apo për Islamin që ta ka dhënë. Dhe me mendu se kjo është aftësia jotja. Ka dalës me të rrit mendje. Kjo është e para. Vllazni, sa të mundi falënderoni Zotit. Për Islamin, për fenë që u ka dhënë. Se Zoti ka thonë, kush më falënderon mua ja shtoj. Çdo sen që ka dhënë Zoti falënderoje. Ama kret janë dorës dytë kur më pyetje imani. Imani është mirësia më e madhe që Zoti mund m'ia dhon dikujt. Prandaj Allahu ja jep dynjan atij që e do dhe atij që s'e do. Ama imanin ja jep veç atij që e do. Përderisa të ka zgjedh sot më kon ti në xhami, dije që Zoti do. Pasha Zotin, Allahu do se ti je tiran sejdë Allahut. E tash sa ki ti me majt, sa ki me forcu që të dashni me Zotin. Ku ki me ngrit nivelin tanë, ajo mvaret për teje. Edhe dyta, mos me ty vetë janë qef dhe me mendu se të tjerët janë ma ullët se te. Pa marë parasysh të dashë vëdhezër, qysh e shen një njeri, sa më katar, kur mos të rritët menja se unë e shumë mirë jam. Për kundrazi, thuj Allahume sellim, o Zot në mbroj, o Zot në ruj, o Zot mos në devija. Ulemaja kanë thonë kërshim më katarve, Zoti, apo më falni, kërshim njerëzve, Zoti sillet me një prej dy parimeve. Ose sillet me mëshirë, është i mëshirshëm me ta, ose sillet si doktor me ta. Edhe na duhet të njëjtën. Kur e shohim një besimtar që është mirë, elhamdulillah. Kur e shohim një që keq, nuk duhet të rrim krye me që keq. Jo, ta lëm rolin e një mjekut që nëse s'dim na ta çojmë te një mjek më i madh, te një më i mëshëm, ta shërojmë. Nuk bën me akuzu kërkan. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: "O ju të cilët keni besuar me gojë, e s'ka hyrë imani në zemrën e juaj." Shikoj si ka përshkruar. Kujdes thot, mos i dëmtoni muslimanët. Çush ja Rasulullah? Kush janë këta që po i dëmtojnë muslimanët? Thot, ku ti shihni që kanë bën gabime, m'ia bë me gisht, m'ia përhap. Kur ta shihni që ai ka deviju në një pikë, ti mu qu edhe mu bë argati shejtanit kundër vllajt tan. Çka më bën? Mos me u gëzu me devijimin e tjetrit, jo mu gëzu, me të ardhë keq, me të dhimt. Edhe mu mundu me shku me kap për kraj, me thonë, o vllai jam, jo, po unë nuk të lan ty me të kap shejtani. Unë nuk bona argati shejtanit kundër teje. Në kohë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam kanë sjell një njeri, kanë prunë disa herë ka pi raki. Vllazni, nuk po them për mi mbrojt ata që pinë raki, ata që pinë drogë, po unë po e them një sen. Ka herë këto sene janë smuje, rakia, kazinot, droga, smuje, ka hin njëri, ka metën ta, o të dash me dalë, po kanë. Mës të alon vetë. Hajde vëllah, kena me të një mu, hajde me izën të Allahit, kena me najtë me ty, aj po kanë. Ka hin njëri, si ta me rrugën, aj qmendot mës milon në kazino. Nuk pjarësu e taj unë e këtë gabim, po mës të gjujmë njerin, ta mbrojmë se vëllah e kemi. Aj po kanë, po thot unë jam të dash, po s'po muj. Po hynë loj, një avdit, po pinë, pa unë alë. Ti trajtojmë si njerëz të cilët kanë nevojë për neve. Mos i gjujmë kërkan, nuk kem drejt me gjujt, me mendim asi, kush jam unë, kë. Mos vllazni, se mundet me na sprovu Zoti. Ka një hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush i lyp, si me thonë rshitjet e njerëzve, ky ka rshit në filan vend, t'ja përhapi. Ky ka rshit aty, keni një filoni çka se Allahu ka mja u lyp rshitjet e juja, ku keni rshit, edhe nëse i keni bërë tinza, ka mja u përhap Zoti. E kuja përhap Zoti, ku për ta. Çka më bën kur ta shohim një vllaj cili ka deviju, mos të ngritemi, thot një dietar, a disa njeri thot ka bën gabim ditën,
natën bën dua dhe kanë para Zotit. Edhe kundërta, sa njëri ka bën ibadete ditën ose ka bën natën, edhe nesër është mendje madh, thot unë pra më fal ta natën. Unë kam lexuar 50 faqe Kur'an. Mendjemallësia këtij ja prish ibadetet. E kajtja e atij që ka bën gjëna, po ka kap të natën, ka ma shumë vlerë te Zoti se sa ky. Se Iblisi e përmena, po kthehen prapë taj. Ka thonë unë jam më i mirë se Ademi. Fillimi apo një prej pikave të devimit është me ty vetë janë qef me thonë unë e kalova urën e siratit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë kërkush nuk hyn në xhenet me punë të veta. Sado që ti punon, i kanë thonë ja Rasulullah, edhe ti që kamët ju kanë aj të u fal, ka thonë vallahi jo. Vallahi jo. Mirë me çka hyn ja Rasulullah ti bashkë me neve në xhenet me rahmetin e Allahit. E tash për menajnë në rahmetin e Zotit është besimtari mu përul. Mos me thonë unë e mrina, unë kesh i Zoti, unë e bana, jo. Zoti ma dha, alhamdulillah. Po tjetëri, hajde taftoj vllaun, mos ta nënçmoj vllaun, mos gëzohem për të keqen e cila e ka godit vllaun, për devijimin, ta mbrojt, ta ruaj, sepse Zoti mu ka me mbrojt. Pra këto dy pika, s'po du me zgjat, e para të dashur vëllezër, falenderoj e Zotin për çdo udhëzim që ka dhënë. Sa do i dopt që është. Unë nuk është për më motivu tash falë vetë xhimana, dhe mos i falni pas vaktit. S'është kjo për qëllim. Po përderisa Allahu të ka prunë, një herë në javë po vjen Zotin sejdë, falenderoj Allahun edhe shtoje. Edhe e dyta, këndo që e sheh, ma ketë se ti. Mos i nimo shejtanit kundër vllaut tan. Pejgamberi ka thonë, mos i nimoni shejtanit kundër vllaut juaj, kanë se iki ajo pika kur e kanë pru njerin të dehur disa herë te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe njëri ka thonë Allah e mallkoft. Sa shpesh pe bin të dehur. Po pin. Çka ka thonë pejgamberi? Mos, ka thonë mos. Mos i nimo shejtanit kundër vllait tan. Edhe pse unë të e bën këtë gabim. Çka ja Rasulullah vallahi thotë për këtë di se e do Zotin edhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam shumë. Edhe pse unë të e bën këtë gabim. Çka? T'ja animojmë vllaznive. Nuk po them t'ja rrejmë shpinën kur të e bën mëkatin, po të mundohemi ta nxjerrim prej atij mëkati, edhe mos na rritet mendja, sepse ndodh në ibadet joni me mendjemallësi më u çu mbi të tjerët më ngrit, kurse ai tjetri që ka bënë mëkat më u pendu, edhe loti i tij më kon më i mirë se sa krejt ibadeti i jon. Lusë Allah në vjellë që të na udhëzojë, të na forcojnë këtë rrugë, mos na bëj prej atyre të cilët devijojnë pas udhëzimit. Allah na forco. O Zot, bëna sebeb që t'ju ndihmojmë të tjerëve në udhëzim, asesi mos na bën sebeb që të bëhemi shkaktar me deviju të tjerët, na e largon mendjemallësinë o Allah, na bën prej atyre që ty të falenderojmë për çdo të mirë që na ke dhënë, edhe në fund kur na merr shpirtin, na merr me iman, ya arhamar rahimin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.